Pejgamberi alayhis salam ka thënë hadith: dy recatët e sabahit sunet, jo të farzit, sabahit sunet, para sabahit, janë më të mira se dunjaja dhe çka ka në ta. Na kanë njerë dunjaja në rregull se ne kuptojna. Kur të ka thonë çka ka në ta, këtu e kuptojna. Se në ta ka shtëpia, ka jeshillëk, ka baçe, ka pare, ka gra, ka ushqime, ka pije, ka sallamadia të shumta. Ka thënë se dy recatë janë më të mira se këtë çka ka kjo. Ama shumë interesant se na këtë monedë nuk e njohna. Por shemë se më ka thonë kush i fal këto dy recatë janë më mirë se më ia pasdon Allah i dunjën çka ka në ta. Ana shpesh e kena përdorur këta. Me na thonë neve dikush, te dera e xhamisë, si cili shka për ikën 1000 euro. 1000 euro. Wallahi nuk i zë. Billah nuk i zë. E pat ju, shteti i dha disa ka 1000 denar në muaj për nxënësat, e bllokuan atje administratën e socialit. E bllokuan, pastaj u dash më shpërnda. Mia u dhon ka 1000, ka 1000 euro. Mia u dhon ka 5000 euro. Mia u dhon ka 10000 euro. Lufta e 4 botrorit. Treta ka përcjell. Ama Allahu xhelala nuk na pagun neve me pare. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, dunjaja çka ka në ta, nuk sepse Allahu xhelala e nderon njerëzit, thotë jo, nuk paguaj me çka, janë pak. Veç nisan mungon. A e ki qartë se Allahu xhelala te pagun këta.